Të nderuar shikues, përshëndetje, po takohemi në magazinon Info Plus, në të cilën ju sjellim informacionet kryesore të ditës. Këtë edicion e nisim me një lajm të fundit, ku raportohet se rreth orës 15 raportohet për 2 persona të lënduar në një ndërtesë në rrugën B. Do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren Arlinda Sejda, e cila gjendet në vendin e ngjarjes dhe do të na sjellë me shumë informacione. Atëherë, Arlinda, cilat janë të reat e fundit nga atje? Atëherë, përshëndetje Meneta, po në fakt jam në rrugën B, ashtu siç e raportuar Arlinda, nuk po dëgjohesh, siç duket kemi problem me Arlindën. Janë këto pamjet e cilat I sjell Arlinda nga rruga B në kryeqytet, mirë po siç duket kemi probleme me lidhjen e drejt për drejt të cilën e patëm. Nga regjia më njoftoni, ju lutem, nëse mund ta kemi sërish në lidhje të drejt për drejt dhe të kuptojmë shumë informacione sa I përket ngjarjes, për të cilën u lidhem drejt për drejt. Nga ajo që dihet deri më tani është se policia e Kosovës ka njoftuar se me të marrë informatën ka dalë në vendin e ngjarjes, ku siç thash edhe më parë është raportuar për 2 persona të lënduar në një ndërtesë në rrugën B në Prishtinë. Me të marrë informatën, policia ka dalë në vendin e ngjarjes, duke filluar menjëherë me ndërmarrjen e veprimeve hetimore me synim sqarimin e rrethanave të rastit. Në vendin e ngjarjes janë ftuar edhe mjekët emergjent, të cilët kanë konstatuar vdekjen e njërit prej personave të lënduar, mashkull 34 vjeç, ndërsa e lënduara femër 30 vjeçare është dërguar për tretman mjekësor. Mbështetur në të dhënat fillestare sipas policisë, dyshohet se personat kanë pësuar lëndime nga një mjet impret, dyshohet thik. Hetuesit policor po ndërmarrin të gjitha veprimet e duhura hetimore që do t'i kontribonin hetimit të ngjarjes. Sigurisht e kemi prapë në lidhje të drejt për drejt Arlindën. Arlinda, atëherë të lutem na sjell informacionet e fundit nga atje. Ne sapo dham raportin e policisë së Kosovës. Atëherë, Meneta, po, pra ashtu siç e thatë edhe ju, aktualisht policia janë në vendin e ngjarjes ku ka ndodhur kjo ngjarje, sigurisht së bashku me ekipët e mjekësisë ligjore. Sipas informacioneve nga vendi I ngjarjes, fillimisht këtu është një biznes privat ku e lënduara femër 30 vjeçare fillimisht ka kërkuar ndihmë pasi që është një biznes që zhvillon aktivitet me veprimtari mjekësore, por dyshohet se e gjithë kjo ngjarje ka ndodhur në një nga katët e kësaj ndërtese në rrugën B. Siç edhe e tham, e lënduara prej plagëve të marra nga mjeti impret është dërguar për tretman mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa trupi I pajetit 34 vjeçarit akoma është në vendin e ngjarjes. Sigurisht që ekipët e mjekësisë ligjore janë duke I kryer procedurat e veta e më pas që pritet që trupi I pajet të nxirret nga këtu. Arlinda, faleminderit për informacionet që sjelle nga atje. Sigurisht që në edicionin e lajmeve të orës 19:30 do të kuptoni më shumë informacione sa I përket ngjarjes që ka ndodhur në rrugën B, ku një person I moshës 34 vjeçar ka mbetur I vdekur, ndërsa një tjetër është lënduar. Do të vazhdojmë magazinën Info Plus me informacione tjera të ditës. Sot për të 13 herë ka dështuar përpjekja për ta konstituar kuvendin. Me 56 vota për dhe 1 kundër, nuk pati kuorum për formimin e komisionit për votim të fshet. Ndërsa Dehari bëri të ditur se seanca ndërpritet dhe se do të vazhdojë të dielën. Derisa në disa seanca rresht kandidatja e vetëvendosjes për kryeparlamentare Albulina Haxhiu nuk ka arritur të marrë 61 votat e nevojshme. Ka qenë vetëvendosje e cila në seancat e fundit ka propozuar votim të fshet, por kjo mënyrë e votimit është kundërshtuar nga grupet e tjera parlamentare. Në vazhdimin e seancës konstituive, ligjvënësit u mblodhën të premtën për të 13 herë. Vetëvendosje edhe sot ishte këmbgulëse në propozimin e njëjtë, duke u përpjekur të ndërrojë formën e votimit, nga e hapur në të fshehtë. Megjithatë, në mungesë të votave nuk u arrit të formohet komisioni që duhet të mbikëqyrë këtë proces.
për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati korum për vendimarrje, andaj ftoj subjektet që nuk kanë propozuar kandidatët e tyre për komisionin zgjedhor për komisionin për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Në thirrjen e Deharit për propozim të antarëve të partive për komision, deputetja Hykmete Bajrami doli në foltore, por Dehari i andali mikrofonin. Dola për të thonë që më nëshme në thirë dhe 48 euro, çdo 48 Edhe në këtë seancë, 56 deputet votuan për, ndërsa një deputet votoi kundër formimit të komisionit për votim të fshehtë. Është hera e 4 që ky komision po dështon të formohet. Si rrjedhoi, vazhdimi i kësaj seance do të mbahet më 11 maj. Pas dështimit të sërishëm të konstituimit të kuvendit, përfaqësues të partive politike kanë vazhduar me akuza ndaj njëra tjetrës për blokim të formimit të institucioneve. Teksta vetëvendosje ka theksuar se konstituimi nuk ka alternativ, PDK edhe sot ka kërkuar ndërimin e kandidatit për krye kuvendar. LDK zgjidhje gjithë përfshirëse të situatës, ndërsa AK ka paralajmëruar se do ta dërgojë në kushtetuese kërkesën e vetëvendosjes për ndryshim të mënyrës së votimit nga e hapur në votim të fshat. Pa lëvizje për zhbllokim të ngërçit të krijuar, kaloi edhe përpjekja e 13 të vazhdimit të seancës konstituive. Vetëvendosja mbetet në qëndrimin e saj për votim të fshehtë dhe kandidaten e saj për kryekuvendare Albulena Haxhiu. Kuvendi duhet konstituohet, nuk ka alternativ ndaj konstituimit kuvendit, dihet qartë kush i bën propozimet, si bëhen propozimet dhe si shkon procesi. Për Gërvallën, propozimi i LDK-s për qeveri tranzicionale është absurd. Dua të besoj që brenda lidhjes demokratike të Kosovës, ndoshta jo vetëm në kuadër të grupit parlamentar, ka mjaft njerëz të cilët mendojnë përtej interesit personal, edhe që ata njerëz do të arrisin presionin ndaj kryetarit të tyre Abdi Xhiku, edhe ndaj LDK-s në përgjithësi, me qëllim që LDK-ja të bëjë një lëvizje pozitive në të mirë të Kosovës. Por në lidhjen demokratike thonë se kjo është e vetmja zgjidhje gjithëpërfshirëse. Ky propozim mund të mos jetë më i miri, por është i vetmi realist sot në Republikën e Kosovës. Qofse partitë nuk e dojnë një propozim të tillë, le të vazhdojnë të mblidhen me çdo 4 tetor e tallemi me qytetarët e Kosovës. Partia Demokratike vazhdon të insistojë në ndrimin e emrit për kryekuvendar. Më vjen keq për qytetarët e vendit tonë që verdikti i tyre i shprehur me vot lirë para 3 muajsh, e që nëse e thjeshtëzojmë e përkthejmë i bie që ka thënë secilës parti që nuk mundi me qeveris vetë, që sundimin i partia ka marrë fund, e që duhet ketë kompromis, e duhet ketë diskutim e bashkëpunim, pra nuk po respektohet si verdikt. E deputetja e Aleancës Time Kadria i tha se i kanë mbledhur në nënshkrimet dhe se do ta kontestojnë në kushtetuese kërkesën e vetëvendosjes për ndryshim të mënyrës së votimit nga e hapur në votim të fshehtë. Askush nuk është mbi ligjin, askush nuk është mbi kushtetuesen. Drejten po me propozu dhe me zgjedh, po ne nuk kemi obligim me zgjedh dhe me votu kandidaten e lëvizjes vetëvendosje. Partitë kundërshtuese të zgjedhjes së Albulena Haxhiut, kryeparlamentare janë deklaruar pro një takimi me të parën e shtetit, ku do të viheshin në tavolinë zgjidhjet e mundshme pas bllokadës disa javëshe të konstituimit të plotë të kuvendit, veprim që do t'i hapte rrugë formimit të qeverisë së re. Me kërkesë për heqjen e masave ndaj Kosovës, presidentja Vjosa Osmani ka uruar 9 majin ditën e Evropës. E me disa aktivitete në kryeqytet e shënuar kjo ditë, ku shefi i BE-s në Kosovë me këtë rast uroi që edhe Kosova së shpejti të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Derisa tha se mes shteteve ka vetëm paqe e jo luftra. Në ditën e Evropës, presidentja Kosovës Vjosa Osmani ka kërkuar nga Bashkimi Evropian heqjen e masave të cilat i ka quajtur të padrejta, si dhe ka kërkuar trajtimin me seriozitet të politikave destabilizuese të Serbisë ndaj Kosovës. Osmani ka shkruar se presidenti serb Aleksandar Vučić, që shkoi në Moskë për të shënuar këtë ditë me homologun rus Putin, është ai që po rrezikon stabilitetin dhe sigurinë e kontinentit tonë.
Për popullin e Kosovës, kjo ditë përfaqëson një dëshmi të përkushtimit tonë të palëkundur, sepse ne besojmë në Evropë, pavarësisht sfidave dhe padrejtësive me të cilat përballemi gjatë këtij rrugtimi. Që ëndra e evropianëve për një Evropë të tërë, të lirë dhe të bashkuar të realizohet plotësisht, duhet të marrin fund politikat ndëshkuese ndaj popullit më pro-evropian dhe të ndalen politikat akomoduese ndaj Serbisë propotuniste, ka shkruar Osmani. Ndërkohë kjo ditë u festua me disa aktivitete të ndryshme në sheshet e Prishtinës, ku shumë qytetarë dolën për të parë aktivitetet e organizuara nga zyra Bashkimit Evropian në Kosovë. Nuk kishin si të mungonin tendat me flamuj dhe elemente të shteteve të ndryshme anëtare të BE-s, për të cilat ishin të interesuar edhe qytetarët që po shijonin këtë ditë. Shefi i BE-s në Kosovë, Aivo Orav, tha se këtë ditë kujtojmë të kaluarën dhe ëndrojmë për të ardhmen. Kur kthejmë kokën prapa dhe besoj që është më rëndësi ta përmendim që Bashkimi Evropian ka qenë më i suksesshëm si projekti paqes në gjithë botën. Nuk ka luftra midis shteteve të Bashkimit Evropian. Nëse ndrojmë për të ardhmen së bashku me ju, atëherë ëndra ime është që ky proces paqësor të vazhdojë përgjithmonë. Orav pati një urim edhe për Kosovën këtë vit. Sinqerisht shpresoj që Kosova do të jetë me ne në Bashkimin Evropian, sa më herët që të jetë mundur. Urime Dita e Evropës. Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e kësaj dite në shesh performuan fëmijë me disa pika muzikore, derisa pati edhe lojra aktivitete tjera atraktive për fëmijët. Dita e Evropës është data kur u hodh hapi i parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si BE apo Bashkimi Evropian. Presidentja Vjosa Osmani po ashtu ka pritur në takim edhe ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves. Në njoftimin e presidencës thuhet se në këtë takim u diskutua për zhvillimet e fundit politike në vend, me fokus të veçantë nevojën për konstituimin sa më të shpejtë të institucioneve pas zgjedhjeve të nëntshkurtit. Osmani dhe ambasadori britanik rikonfirmuan përkushtimin e ndërsjellë për forcimin e raporteve bilaterale ndërmjet dy vendeve dhe thëllimin e bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët si ekonomia dhe mbrojtja. Një pjesë e takimit i u kushtua po ashtu procesit e Berlinit, të cilin kësaj radhe do ta organizojë Mbretëria e Bashkuar, thuhet në njoftim. Osmani gjithashtu ka takuar edhe ambasadorin e ri të misionit të OSBE-s në Kosovë. Sot në fakt janë bërë 3 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve në vendin tonë, ndërsa vendi ende vazhdon të jetë pa institucione. Do të flasim pikrisht për këtë çështje dhe zhvillimet të tjera politike me njohësin e zhvillimeve politike me Lazim Kocin. Zoti Koci, mirë se erdhët. Faleminderit. E thash që janë bërë 3 muaj, ndërsa sot në fakt ishte tentativa e 13 për konstituimin e kuvendit, vazhdoi një dramë njëjtë pa epilog. Si po e shihni gjithë këtë proces? Unë mendoj se kjo krizë, ky vakum do të zgjatë shumë nëse nuk do të ketë vullnet politik. Nuk e kuptoj, domethënë, çfarë problemi do të ishte nëse opozita do ta votonte Zonin Haxhiu. Sepse kandidati do të jetë gjithsesi i vetvendosis, ose çfarë problemi është i vetvendosja ta ndryshojë kandidatin dhe ta prezentoj një tjetër që do të kalonte, që do të siguronte votat e opozitës. Këtë vërtet nuk e kuptoj, por mbase kemi të bëjmë me mungesë të shumicës, të qoftë nga vetvendosja, qoftë nga opozita. Nuk e kanë shumicën asnjëra as tjetra, prandaj blejnë kohë, sepse nëse do të kalonte, qoftë Zonja Haxhiu, qoftë ndonjë kandidat tjetër, në fakt po kërkohet që të vendoset një kandidat tjetër. Kështu kemi pas deklarime nga PDK-ja e cila kërkoi që të ndryshohet kandidati. Ishin edhe subjekte tjera të cilët kundërshtuan Zonin Haxhiu pikërisht për shkak të deklaratave të saj që ka bërë dhe kërkuan që të jetë një kandidat tjetër, gjë të cilën nuk po e pranon vetvendosja. Unë mendoj se është vetëm justifikim. Justifikim sepse edhe kandidati tjetër nga vetvendosja mund të jetë gjithashtu cilësohet si individ ose do të thotë kandidat që është përçarës. Kjo çështje relative, do të thotë është temë e debatit, më të gjerë, nëse është dikush përçarës ose jo. Por sërish, unë mendoj se nuk është problemi te kandidatura e Zonjës Haxhiu, por mendoj se kemi të bëjmë thjesht me mungesë të shumicës. Shumica nuk e ka as vetvendosje, as opozita dhe prandaj blejnë kohë. Po në këtë rast, a duhet vetvendosje si parti fituese është ajo e cila
në fakt duhet nis negociata që të krijoj shumicën, fillimisht për votimin e kryeparlamentarit dhe më pas të ecetutjen në formimin e qeverisë. Absolutisht. Në të cilën nuk po lëvizat në fakt. Përgjësia shkon fillimisht te vetëvendosja, sepse ka shumicë absolute, do të ka 48 deputet, LDK dhe PDK bashkë nuk kanë aq, kanë 24, do të thotë. Normalisht që përgjësia më madhe i shkon vetëvendosjes, absolutisht, por kjo nuk e liron as opozitin nga përgjësia për të bashkuar. Për marrëveshje politike duhen dy palë, nuk mjafton njëra palë, do të thotë. Tani nga ana vetëvendosjes mund thuhet që ne i bëm ofertë lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe kjo çndron, do thotë, ju bë. Është diçka tjetër që lidhja demokratike e Kosovës në bindjen time nuk ka mundur të jap përgjigje tjetër. Edhe për një shkak tjetër, për shkak të raporteve të brendshme të veta që i ka. Nuk kemi sigur që nëse do të pranojë, nuk kemi sigur që nëse ai koalicion do të pranojë nga lidhja demokratike, nuk do të haste në përplasje brenda lidhjes demokratike, do të në rezistencë të disa tjerëve. Prandaj e konsideroj propozimin e zotit Abdigjiku të ndërmjetëm, zgjidhja kompromisi në rrethanat që ai ka brenda lidhjes demokratike dhe mendoj që është e ngushme hedhja poshtë atij propozimi. Nuk është propozimi më i mirë i mundshëm, po është më pak i keq, do të thotë. Është një variant, një mundësi për ta tejkaluar krizën. Është ftesë praktikisht për të ulur në tavolinë dhe një prej propozimeve është ai. Unë mendoj se herët e vonë prap do të kthehet, edhe nëse tani është hedhur poshtë, ai opsion do të kthehet sepse nuk ka mundësi të dalës nga kriza pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, por edhe nëse mbahen zgjedhjet, pa amandamentimin e kushtetutës, të nenit të 67, ne prap do të bllokohemi. Prap do të përsëritet. Patëm sot deklarimet e opozitës ishte AK-ja e cila do të çojë në gjykatën kushtetuese do të kërkojë në fakt interpretim për çështjen e votimit të fshat. A mund edhe kjo të jetë një situatë e re? Mirë po sa do të jetë e shpejtë themi gjykata kushtetuese në jo vetëm çështja e shpejtësisë, po unë nuk mendoj se gjykata kushtetuese kësaj radhe mund të ndihmojë. Nuk mund të ndihmojë gjykata kushtetuese. Neni 60 tani çështja e votimit të fshehtë ose të hapur është çështje, mendoj, nuk ka ndonjë peshë. Nuk e zgjidh problemin, pavarësisht çfarë do të vendos. Por esenca e problemit është në nenin 67 të kushtetutës, ku do të thotë thuhet që kryetari i kuvendit propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe zgjedhet me shumicën e votave. Tani, gjykata kushtetuese, këtë nuk mund ta riformulojë, këtë nen të kushtetues, nenin 67. Mund ta bëjë një interpretim siç e ka bërë në vitin 2014, po ajo është më shumë interpretim politik. U mbetet do të thotë deputetëve në vullnetin politik të deputetëve të partive politike të gjejnë zgjidhje, kështu që unë nuk besoj që gjykata kushtetuese në këtë situatë mund të ndihmojë. Situata mund të tejkalohet, spaku që të mos përsëritet pas zgjedhjeve tjera eventuale nëse pas konstituimit të parlamentit me një marrëveshje politike bëhet edhe amandamentimi i këtij neni, do të thotë saksohet çfarë ndodh kur propozimi i parë i partisë së parë nuk ka shumicën, ai kalon partisë së dytë dhe sa është ajo kohë? Sa është ajo kohë që e ka në disponim partia e parë? Pa bërë amandamentimin e nenit 67, unë mendoj se ne do të sillemi në një çark vicioz pa rrugdalje. Nuk besoj që gjykata kushtetuese mund të ndihmojë në çfarëdo forme në këtë moment. Tani kemi edhe takimin të cilën pritet të organizoj presidentja Osmani, ku do t'i ftoj partit politike pas deklarimeve që pa ndje të zyrtarëve të presidencës. A mund të prodhoj ky takim ndonjë rezultat? Unë nuk e besoj, sepse do t'jetë mirë nëse presidenti afton takimin e liderëve partijak. Besoj që do të takohen, por ndikimi i presidentes te partitë politike nuk është, ne kemi parë edhe më herë, do të thotë ka pasur reagime të presidentes në disa raste, qoftë rreth asociacionit, qoftë rreth marrëveshjes franko-gjermane, nuk kanë pasur asnjë efekt të qeveria në këtë rast konkretisht. Thjesht nuk e shoh, e shoh si domosdoshme. Duhet të gjendet e shoh si domosdoshme ndërhyrjen e presidentes, por nuk jam i sigurt që do të prodhojë rezultat, sepse ajo unë besoj që do të arriti të bojë në një tavolinë,
Por a do të ketë marrëveshje ajo kjo mbetet çështje e hapur, ne kemi një skenë shumë të polarizuar, ekstremisht të polarizuar, dhe ky është problemi kryesor. Gjitha këto probleme me kushtetutën, me lejen 67, me vendimin e vitit 2014, gjitha këto do të kaloheshin pa asnjë problem po të kishte vullnet politik, po të kishte komunikim. Nuk ka komunikim ndërmjet subjekteve tona. Ne e pam këto ditë, komunikohet me letra, do të thotë në distancën 500 metra, komunikohet me letra, nuk bëhet qeveria me letra. Kjo nuk është... Mirë, është kjo edhe si pasojë e Ukraina dhe Rusia do të merren gjatë fushatës zgjedhore. Kemi pa edhe një fushatë polarizuese zgjedhore. A është kjo edhe si pasojë e gjithë asaj gjuhe që u përdor gjatë fushatës zgjedhore? A është dashur të mendohet më herët kjo se nuk është e garantuar asgjë saj përket asaj se kush fiton më shumë apo më pak? Absolutisht që kësaj ka kontribuar gjuha, kisha për të thënë gati e urrejtjes. Ka qenë oratori urrejtje kisha për të thënë nga gjitha palët. Askush nuk është kursyer në atë fjalor, dhe tani i shohim pasojat. Partitë tona politike besoj do të marrin mësim kësaj radhe, sepse nuk do të kemë në situatë që dikush të ketë 50%, 50+1. Dhe mesazhi i këtyre zgjedhjeve ka qenë, mesazhi kryesor i këtyre zgjedhjeve ka qenë që duhet bashkunohen. Duhet gjenë gjuhë përbashkët, një minimum të konsenzusit për çështjet ky që po të ketë vullnet politik, kjo çështje zgjidhet për çështja e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve të parlamentit për 24 orë zgjidhet. Po problemi është që nuk ka vullnet politik, pastaj nuk ka dhe shumicë, do thotë as të njërës palë dhe as të palës tjetër, dhe ne jemi në një pat pozit, më herët jemi mësuar me ndërhyrjet e faktorëve të jashtëm, ambasadave. Pikrisht edhe këtu do doja të ndërlidhesh. Tani kemi parë deklarimet, pa me dhe sot deklarimin ambasadorit britanik në takimin që pati me presidentën Osmani. Mirë po, nuk e kemi shumë të theksume SHBA-n në këtë rast. Pse po mungon ky themi ashtu presion? Tani, reagimet e ambasadorëve britanik, gjerman, edhe një jam të zyrës, të ambasadës amerikane, ishim më shumë në suazet e kurtoazisë diplomatike, dhe thotë. Ishim ftesat që nuk dalin jashtë kurtoazisë. Dhe unë nuk presë ndërhyrje më të madhe, dhe thotë të tyre. Ndërka saj përket asaj pse nuk ka presion më të madhe, ose ndërhyrje të Shteteve të Bashkuara, mendoj se është çështje e faktit që Kosova nuk është në agjendë lartë të Shteteve të Bashkuara aktualisht. Kosova nuk figuron lartë, do thotë në plan të parë janë temat, nuk ka ambasador. Po, s'kemi as ambasador. Kjo është, nuk figuron lartë në agjendën e Shteteve të Bashkuara. Janë tema tjera, do thotë që dominojnë politikën jashtme amerikane, është Ukraina, raporti me Rusinë, me Kinën, lindja mesme, tani Pakistani me Indinë, që Kosova nuk figuron dhe unë nuk pres që nuk do të ketë ndërhyrje, nuk ma mërmendja që do të ketë ndërhyrje, sepse do të lihet faktorëve kosovarë, subjekteve kosovare që të ushtrojnë edhe drejtën, po edhe obligimet që i kanë për të bërë funksionale si parlamentin edhe ashtu dhe qeverinë, dhe unë mendoj se me gjithatë mirë është, kjo është mirë. Mirë është sepse edhe faktorët kosovarë, subjektet politike duhet të mësojnë. Është mirë sepse duhet të merren vendime vetë. Edhe duhet të mësojnë që të marrin vendimet, marrin edhe përgjegjësi. Sepse marrja vendimit në nënkupton marrin edhe të përgjësive, dhe në një kohë të gjatë është zhagitur dhe është luajtur me logjikën kemi presion, kemi ftesë nga kjo apo ai, u mendoj se ka ardhur koha që faktorët subjektet politike kosovare të marrin përgjësinë dhe të ushtrojnë besimin që u është dhënë për aq sa e kanë. Pikrisht në situatën në të cilën jemi, Kosova ende vazhdon të përballet me masat e vendosura nga Bashkimi Evropian, po ashtu tjetër është që Kosova nuk mund të përfitojë mjete as nga plani i rritjes pa konstituimin e institucione, formimin e institucioneve. Sot festojmë ditën e Evropës, për dallim prej vendeve tjera Kosova pushon. Unë do doja të shkojmë pikrisht në kryeqendrën evropiane në Bruksel, ku Komisioni Evropian ka nisur punën drejt heqjes graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Është konfirmuar nga ky institucion në një përgjigje që është dhënë media. Mirë po ne kemi në lidhje të drejt për drejt korespondentën tonë në Bruksel, Gjeraqina Tuhina, nga e cila do të kuptojmë më shumë informacione. Përshëndetje Gjeraqina. Përshëndetje Meneta. A pushohet apo punohet sot në Bruksel? Jo, në Bruksel po punohet, është ditë e zakonshme në nivelin e shtetit të Belgjikës, një koqire e institucioneve evropiane.
normalisht vetëm institucionet evropiane do e kishin fest, por edhe sot kanë funksionuar, me që ka pas aktivitete të rëndësishme, sepse ishte vizita e pare kancelarit të ri Gjerman në institucione si të BE-s ashtu edhe të NATO-s, kështu që ishte një ditë krejt e zakont. Nëse në rrethana tjera do të anashkalojë ajo që quhet lagje evropiane, në Belgjikë është krejt ditë e njëjtë, sepse 9 maj nuk është ditë feste as këtu, as në shtetet tjera të BE-s. Përmenda në fakt që Komisioni Evropian ka thënë që mund të ketë heqje graduale të masave ndaj Kosovës. Ku qëndron e vërteta në fakt dhe mund të pritet heqja graduale e masave? Çka nënkuptohet me këtë? Po më shumë është kozmetik se sa diçka substanciale. Thjesht është një lajm paksa pozitiv inkurajues që praktikisht nuk do të thotë shumë. Janë paralajmëruar heqje të 2 masave, praktikisht ishin masat e para që ishin vendosur, në të ardhmen do të lejohet pjesëmarrja e Kosovës në takimet e nënkomiteteve dhe në takime sa i përket asistencës teknike të fondit të investimeve për Ballkanin Perëndimor. Kjo është me rëndësi sepse ky është një fond që ishte themeluar në vitin 2020 e ku Komisioni Evropian jepte mjete financiare për projekte të ndryshme. Dhe ishte sinjali i parë në vitin 2023 kur në takimin kur do të analizoheshin projektet u përjashtua. Përkatësisht nuk u morën parasysh projektet e Kosovës, e ishte pikërisht në qershor të vitit 2023 që ishte dëshmia e parë se masat nishin të zbatoheshin. Dhe tani do të lejohet eventualisht pjesëmarrja sa i përket asistencës teknike e jo sa i përket akoma marrjes së mjeteve. Ky është një lajm paksa inkurajues, mirë, po praktikisht nuk do të thotë shumë. Muajin e ardhshëm do të shënohet 2 vjetori i vendosjes së masave dhe nuk ka ndonjë sinjal konkret se ato do të hiqen krejtësisht në kuptim të lirimit të fondeve financiare për projekte të ndryshme dhe takimeve të drejtë për drejta me përfaqësuesit të qeverisë që ishin 2 nga masat kyçe dhe më serioze të vendosura ndaj Kosovës. Është një lojë paksa pa e qartë, jo e drejtë sa i përket heqjes së masave, sepse për vendosjen e tyre mjaftoi vetëm një letër nga kabineti Josep Borrell, ndërsa tani për heqjen e tyre në lojë kanë hyrë 27 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat këto duhet ta bëjnë me konsensus. Rëndohet edhe më shumë situata, sepse në dhjetor kemi konkluza të BE-s ku thuhet se BE-ja është e gatshme që të nisë heqjen graduale të masave, mirë po paralelisht me hapat konkret të Prishtinës zyrtare sa i përket shtensionimit të gjendjes në veri, sado që e gjerë është kjo terminologji, megjithatë nuk dihet qartazi dhe konkretisht çfarë duhet të bëj Prishtina zyrtare në mënyrë që shtetet anëtare të vendosin drejt heqjes së plotë të masave, andaj edhe heqja e plotë si që ndrojnë punë tani është shumë larg në horizont. Çështje tjetër për të cilën po ashtu do doja të diskutoja janë reagimet e BE-s sa i përket pjesëmarrjes së Vučićit në paradën e fitores në Moskë. Në anën tjetër po ashtu kemi edhe vizitën e konfirmuar të presidentit të Këshillit të Evropës në Beograd. A i bie kjo që BE-ja po kritikon në njërin anë, po në anën tjetër nuk po tërheqet sa i përket Serbisë? Kjo është vetëm edhe një dëshmi se është e suksesshme politika e leadershipit sërb që të ulet në 2 karike, një karike në Moskë, tjetrën në Bruksel. Me javë të tëra kishte paralajmërime, tërheqje vërejtjesh, gjysmëqortime nga Brukseli se nuk bën të shkohet në Moskë, sepse me regjimin e Putinit, siç u shprehën këtu, nuk bën të ketë biznes të zakonshëm. Ja që Vučići shkoi në Moskë, mori pjesë në ceremoninë e sotme, ndërsa biznisi i zakonshëm duket se do të vazhdojë që nga e hëna, sepse Antonio Costa, kryetari i Këshillit Evropian, në vizitën e parë të tij në rajon, ndonse të planifikuar shumë më herët, megjithatë nuk do anashkaloj Brukselin, përkatësisht Beogradin, që do të ishte një lloj sinjali se nuk po mirëpritet ajo se si vepron presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kështu që sot është e premte, ajo është në Moskë, të hënën do të takohet me zyrtarët evropian,
të premtën do të jetë në Tiranë, ku do i takoj shumë lider të tërë kontinentit evropian, jo vetëm të Bashkimit Evropian, kështu që praktikisht shkohet në biznesin e zakonshëm. Është e vërtetë se Serbia është e bllokuar sa i përket procesit të antarësimit, deri më sot është konsideruar si shteti i dytë në kuptim të integrimeve evropiane. Shumë shpejt Shqipëria do anashkaloj Serbinë dhe ajo do e zënë vendin e dytë sa i përket negociatave të antarësimit, mirë po, pas çështjes marrëdhënieve me Rusinë, Serbia ka probleme sundimin e ligjit dhe janë të gjitha këto probleme të cilat ngecin Serbinë në proces të integrimeve, mirë po gjithashtu është e qartë se dhe Serbia nuk është se ka demonstruar se vërtet dëshiron integrimin në BE, marë parasysh se vendosi që të udhtoj në Moskë, kështu që është një situatë ku të gjithë fitojnë dhe askush nuk humb, se edhe po të mos kishte shkuar në Moskë, Serbia ka ngecur për shkak të çështjeve tjera, jo për shkak të mosgatishmërisë së shteteve anëtare që ta lejoj që të avansoj tutje, dhe si përfundim megjithatë Vučići fiton sepse i ka mbajtur raportet e afërta me dy pole krejtësisht të kundërta. Para se ta përfundojmë, Gjeraqina, dhe një pyetje për shkak se është ngritur si çështje diskutimi janë fondet që do të përfitoj Kosova nga plani i rritjes. Sa rrezikohet të humb ato apo mbeten ato derisa Kosova të mos krijojë institucionet e saj? Po është ironike se përderisa të gjitha fondet tjera të Bashkimit Evropian janë të bllokuara për shkak të masave të vendosura në vitin 2023, pikrisht fondet nga plani i rritjes janë të vetë të cilat nuk janë të kushtëzuara me masa dhe s'kan lidhje me masat, ja që Kosova nuk i merr dot mjetet e parafinancimit, jo për shkak të Brukselit, po për shkak të problemeve të brendshme. Për marrjen e parafinancimit, që është 7% i shumës prej 880 milion sa pritet të përfitoj Kosova, duhet të konstituohet parlamenti, të formohet qeveria e re ta dorëzoj propozimin për traktat ndërkombëtar, sepse këto janë marrëveshje me kreditë të cilat duhet të ratifikohen në parlament. E gjithë procedura, sipas njohësve të rrethanave, edhe në situata optimale do merr 2 deri 3 muaj, dhe të gjitha këto e bëjnë të pamundur Kosovën që për momentin t'i merr mjetet e para nga plani i rritjes, sepse thjesht po dështon konstituimi i parlamentit, rrjedhimisht edhe formimi i qeverisë, dhe këto mjetet për momentin natyrisht nuk janë të humbura, mirë po presin që të përmbushten kriteret institucionale në Prishtinë në mënyrë që të vije deri te lëshimi i këstëve të para. Gjeraqina, faleminderit shumë për informacionet që sjelle në kuadër të magazinës Info Plus. E nga Brukseli do të kalojmë tani në një lidhje tjetër të drejt për drejt në Beograd, ku kemi korespondentën Ana Mari Repić, ku në ditën e Evropës Vučić po merr pjesë në Moskë në shënimin e ditës së fitores në luftën e dytë botërore, e që në fakt ka ngritur reagime në Beograd dhe po ashtu dëgjuam edhe reagime të cilat janë ngritur edhe në Bruksel. Sapo ta kemi anën në lidhje të drejt për drejt, do të kuptojmë më shumë informacione, ndërkohë vazhdon të jetë me ne zoti Melazim Koci, do të isha ndalë te këto çështjet e fundit, të kërkoj falje, tani kemi në lidhje të drejt për drejt Anën. Përshëndetje Ana. Ana, po dëgjuam? Si duket kemi probleme me lidhjen e drejt për drejt. Zoti Koci, do doja të isha ndalë pikrisht e pjesëmarrja e Vučićit në Moskë dhe vizita e Koshtës në Beograd. Flet shumë. Vizita e Vučićit në Moskë tregon atë që ne në Kosovë kemi ditur. Kosovarët e kanë ditur shumë kohë që nuk kemë bëjmë me politikën e dy karikave ose dy portave, por me një Serbi e cila komplet satelit i Rusisë në Ballkan. Këtë ndoshta nuk e kanë ditur ose nuk kanë dashur ta dinë në Evropë, sidomos Bashkimi Evropian, por me sot besoj që këtë e kanë kuptuar. Është befasues fakti nëse zoti Antonio Costa, si presidenti i Këshillit të Evropës, takohet me Vučićin të hënën, do t'ishte jo e drejt, jo vetëm jo e drejt, po do t'ishte... është konfirmuar më herët dhe do t'jeti pranishëm. Pavarësisht që është caktuar më herët. Pavarësisht, ne tani kemi në rrethan tjetër ku Vučić hapur pa asnjë rezervë rreshtohet pas Putinit,
presidentit Xi të Kinës dhe gjithë autokratëve të mbledhur nga gjithë bota në Moskë, në një parakalim ushtarak të një ushtrie e cila bën gjenocid në Ukrainë. Dhe tani takohesh me liderin e një Serbie të tillë, është vërtet e pakuptueshme, unë nuk besoj se do të ndodhë ai takim, por nëse ndodh, verifikohet ajo që ne e dimë, që ka qëndrim jo korrekt të Bashkimit Evropian ndaj Serbisë, do thotë, ledhatohet, jo vetëm që ledhatohet, por favorizohet në përmasa të jashtëzakonshme. Ne patëm qëndrimin e tij në Shtetet e Bashkuara dhe e pam si kaloi në Shtetet e Bashkuara. Jo vetëm që nuk u taku me Trumpin, nuk arriti të takohet me presidentin Trump, por sipas gjitha gjasave, ai nuk ka qenë i smur, por i është dhënë ultimatum të largohet, do të thotë, nga territori i Shteteve të Bashkuara në një afat caktuar kohor, sepse njeriu i smur nuk mund të fluturojë 10 orë, të bëjë fluturim ajror 10 orë Amerikës, Serbi dhe pastaj të vazhdoj për Moskë. Por ai përgjigjen e mur në Shtetet e Bashkuara. Sipas për faktin që nuk takoi askë nga zyrtarët e amerikan, ishte flakaresh për të dhe sinjal që Shtetet e Bashkuara nuk do ta tolerojnë siç bën Bashkimi Evropian politikën e tij të dy karrikave, sepse nuk është politikë e dy karrikave, por është politikë pro-ruse. Zoti Koci, unë ju falenderoj që ishit sot me ne në kuadër të magazinës Info Plus. Faleminderit. Do të ndalem të diskutojmë prapë me anën të cilën e kemi tani në lidhje të drejt për drejt dhe të kuptojmë më shumë reagimet nga atje sa i përket vizitës në Moskë të presidentit Vučić. Ana, besoj që tani po dëgjohemi. Po dëgjohemi me ne. Atëherë, cilat janë reagimet nga atje? Po mund të them që kemi dëgjuar reagimet nga Brukseli, por gjithashtu nga Bashkimi Evropian, nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Serbi, gjithashtu kemi dëgjuar sot reagimet. Shefi i delegacionit të BE-s në Serbi, Emanuel Zhiofre, në një intervistë për mediumin publik ka deklaruar që sot duhet të jesh në Ukrainë e jo në Moskë. Ky është mesazhi shumë i qartë për pushtetin e Serbisë, për Serbinë, për Beogradin zyrtar. Ajo që kemi dëgjuar nga vetë Vučić, i cili po ndodhet sot në Moskë, është që ai do të takohet sot besohet që do të takohet me presidentin rus dhe sipas tij ai përveç tjerash do të diskutohet edhe për marrëdhëniet lidhur me gazin, në lidhje me industrinë e naftës së Serbisë, që ndodhet kryesisht në pronësi ruse dhe që është nën sanksione amerikane. Prandaj kjo vizitë ka ngjallur shumë reagime edhe në Serbi. Në një anë kemi partitë në pushtet, kemi qeverinë serbe dhe partitë, gjithashtu edhe disa partitë të cilat janë në opozit, por të cilat janë pro-ruse, kanë treguar në fakt që sot Serbia e ka vendin atje, pra në Moskë, dhe se kjo është një vendim i duhur dhe kështu duhet të jetë veçanërisht sot. Mirë po, në anën tjetër, një pjesë e opinionit publik, një pjesë e shoqërisë, një pjesë e partive opozitare pro-evropiane kanë vlerësuar se kjo vizitë në fakt nënkupton si një çelës që mbyll derën e integrimeve evropiane për Serbinë dhe ka vlerësime se kjo do të ketë pasoja afatgjata në marrëdhëniet të Serbinë me Bashkimin Evropian. Aktivistët shumë dhe shumë ekspertë të cilat në fakt janë në fakt në proceset të integrimeve evropiane janë shumë të zhgënjur dhe mund të them edhe shqetësuar me këtë vizitë, sepse veçanërisht theksojnë që kjo vizitë po vjen vetëm disa ditë pas miratimit të rezolutës në Parlamentin Evropian për Serbinë, cili në fakt kritikon Serbinë në shumë fushat për të cilat kolegja Gjeraçina ka folur, por pra kritikon regresin demokratik në Serbi. Gjithashtu vlerësohet që sot Serbia është më larg se kur nga Bashkimi Evropian. Në të njëjtën kohë, ajo çka kanë deklaruar partitë të opozitës është që është një fakt i turpshëm që sot Vučić përshëndet në fakt
ushtarët rus të cilat bëjnë krimet e luftës në Ukrainë dhe që harrohet lehtë dhe që kjo nuk do të harrohet lehtë nga vendet evropiane. Pra, sipas partive opozitare, sipas një pjesë të shoqërisë, opinionit publik, në fakt kjo është do të jetë shumë dëm i madh për Serbinë dhe në këtë kontekst gjithashtu mendohet se kjo në fakt Vučići do të përdor kjo vizitë edhe për përdorim të brendshëm për votuesit e tij, për elektoratin të tij prorus. Ana, po ashtu do doja të flisja pak edhe për çështjen e ditës së Evropës. A ka pasur reagime të tjera? Shto këtu faktin që Vučić është në Moskë, ndërsa pikërisht në ditën kur shënohet Dita e Evropës. Po, duhet theksuar se Bashkimi Evropian, sikur në Kosovë, por edhe në Serbi ka planifikuar disa aktivitete kulturore, gjithashtu edhe argëtuese, por mirë po sot ato nuk mbahen, pritet të zhvillohen nesër. Mirë po ajo që ka shumë mund të vrehet është që nga institucionet shtetërore të Serbisë nuk pati asnjë shenjë për kujtimit të ditës së Evropës, vetëm disa organizata jo qeveritare dhe disa partitë të opozitës pro-evropiane kanë dërguar mesazhe të lidhura me këtë rast, të lidhura me integrime evropiane me ditën e Evropës. Për shembull, një parti ka reaguar dhe ka theksuar se Serbia i përket Evropës, ndërsa një organizatë jo qeveritare ka porositur se Serbia ka nevojë për një forcë të re politike të bashkuar dhe evropiane. Pra kjo vrehet që në fakt në teren nuk kultivohet shumë kjo imazhi i Evropës. Veçanërisht kur është çështja te një shteti i cili është kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Mirë po ajo që ka shihet sot në ditën e Evropës, në rrugët e Beogradit veçanërisht, janë shumë aktivitete me përfaqësues të Rusisë në Beograd, në bashkëpunim me ambasadën ruse dhe në Serbi mund të them që kjo ditë mund të vlerësohet edhe si dita e Rusisë. Para ditën sot e kemi parë që është organizuar një marsh me pjesëmarrjen e ambasadorit rus, qytetarëve dhe disa ministrave të qeverisë së Serbisë në nderim të viktimave të luftës së dytë botërore. Gjithashtu gjatë ditës do të ketë edhe program festiv muzikor me pjesëmarrjen e artistëve nga Serbia dhe Rusia. Pra nuk kemi dëgjuar as nga qeveria, as nga ndonjë zyrtar serb, ndonjë deklarata apo mesazh për ditën e Evropës. Mirë, po duhet të them si përfundim që në të njëjtën kohë, në fakt, ne dim që tani disa muaj kemi protesta të studentëve dhe qytetarëve në mbar Serbinë. Këto ditë studentët vrapojnë drejt Brukselit për të kërkuar reagimin e Bashkimin Evropian ndaj protestave dhe ndaj kërkesave të tyre. Ata kërkojnë drejtësi për viktimat që kanë ndodhur në tragjedinë në Novi Sad, kërkojnë përgjegjësi institucionale dhe politike dhe gjithashtu kërkojnë ndryshime demokratike në Serbi. Pra kemi një paradoks që sot në fakt Vučići është në Moskë, në Beograd shënohet kjo ditë bashkë nga zyrtarët të qeverisë serbe bashkë me përfaqësues të Rusisë. Mirë po në anën tjetër disa qytetar, student janë duke shkuar drejt Brukselit ku ata dëshirojnë që të kërkojnë drejtësi për kërkesat e tyre. Pra kjo është diçka tregon se disa analistët kanë reaguar lidhur me këtë duke vlerësuar se kjo tregon se në fakt integrimet evropiane nuk janë më vetëm çështja e Vučićit, por tani nuk është vetëm ai faktor për Bashkimin Evropian në Serbi, por tani Bashkimi Evropian në Serbi ka edhe një bashkëbisedues tjetër, por edhe ky bashkëbisedues ose bashkëbiseduesit tjetër janë qytetarët dhe studentët. Ana, faleminderit për lidhjen e drejt për drejt dhe informacionet që sjellen nga atje.
Do të vazhdojmë magazinën Info Plus, ku tani do të kalojmë me informacionën në Shqipëri, ku është drejt përmbylljes fushata e partive politike për zgjedhjet e 11 majit. Do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren e televizionit shqiptar Dunisha Rugova, nga e cila do të kuptojmë shumë informacione. Përshëndetje. Përshëndetje, në fakt, si që thatë edhe ju, vetëm pas pak orësh pritet të mbyllet zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet e 11 majit, ku të gjithë shqiptarët do të drejtohen kutive të votimit për të bërë pjesë e zgjedhjeve dhe për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në Parlamentin e Shqipërisë. Partia Demokratike e mbyll fushatën elektorale me një tubim madhështor në parkun në bulevardin e Ri, aty ku ka vendosur ta organizojë edhe këtë event në orën 19, ndërsa Partia Socialiste vetëm 30 minuta më vonë e mbyll fushatën elektorale pranë parkut olimpik, po ashtu në një tubim. Partia Socialiste, ndryshe nga herë të tjera, e ka vendosur që këtë parkim elektoral përmbyllës ta bëjë vetëm me përfaqësues të Partisë Socialiste të qarkut të Tiranës, pra do të jenë kandidatët e Tiranës, të cilët do të marrin fjalën e tyre dhe më pas do të jetë kryeministri Edi Rama, ku do të kulmojë, le të themi kështu, edhe takimi elektoral. Ndërkohë që të pranishëm do të jenë antarë të Partisë Socialiste vetëm të qarkut të Tiranës, ndryshe nga që ka ndodhur fushata të tjera ku kanë qenë të pranishëm antarësia të dyja forcave politike nga e gjithë Shqipëria. Ndërkohë që Partia Demokratike do të fillojë vetëm pas pak çastesh edhe me tubimin e saj mbyllës elektoral në bulevardin e Ri. Ndryshe nga herë të tjera, të dyja forcat politike kanë zgjedhur, le të themi, skajet e Tiranës për të zhvilluar takimet e tyre elektorale, pasi po zhvillohet në Tiranë tashmë në Shqipëri një event tjetër që është edhe Giro Italia, ku janë bllokuar, le të themi kështu, edhe qendra kryesore e kryeqytetit dhe të dyja partitë kryesore politike kanë vendosur që të zhvillojnë takimet e tyre elektorale në skajet e Tiranës, ndërkohë që jo vetëm Partia Socialiste dhe Partia Demokratike në koalicionin e saj do të bëjnë përmbylljen e fushatës sot, por edhe të gjitha partitë e tjera, pra janë 12 partitë dhe koalicionet të cilat garojnë me 11 maj, një pjesë të tyre i kanë mbyllur tashmë fushatat e tyre në zona të ndryshme të Shqipërisë, ndërkohë që dy partitë e mëdha e mbyllin sot për të vijuar, le të themi shumë, reklamat, por edhe propagandën e tyre deri në orën 00 të mbrëmjes së sotme. Më pas do të kalojmë të shtunën në heshtje zgjedhore për të vijuar më pas edhe të dielën, ku do të zhvillohen edhe votimet, e më pas do të kemi dhe rezultatin e këtyre zgjedhjeve. A janë bërë, do doja të flas pak edhe për përgatitje teknike, a janë bërë të gjitha përgatitje teknike dhe organizative nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për organizimin e zgjedhjeve ditën e diel? Po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pothuajse ka mbaruar edhe shpërndarjen e bazave materiale në komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve. Më pas ditën e nesërme do fillojë nga këto KZAZ edhe shpërndarja për në qendrat e votimit të materialeve zgjedhore. Janë në gjithsej 5225 qendra votimit të cilat do të pajisen me bazën materiale zgjedhore dhe 93 KZAZ në të gjithë Shqipërinë tashmë kanë marrë, le të themi kështu, pjesa më e madhe e tyre materiale zgjedhore dhe do të fillojë shpërndarja nga mesdita e ditës së nesërme, ku do të merren në administrim nga ana e komisionerëve për të hapur me datën 11 maj në orën 7 mëngjesit, në mënyrë që votimi për zgjedhjet parlamentare të 11 maj të bëhet i mundur. Ndërkohë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgatitur, le të themi kështu, të gjithë pjesën teknike të zhvillimit të zgjedhjeve këtu në Shqipëri, për herë të parë në vendin tonë voton edhe diaspora. Ky proces ka qenë një proces i cili bëhet për herë të parë dhe ka pasur edhe disa problematika, duhet të thënë se një pjesë e mirë e emigrantëve të cilët janë regjistruar në zgjedhjet e 11 majit nuk kanë arritur dot të marrin fletët e votimit, janë diku tek 18.000 shtetas shqiptarë të cilët janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por nuk kanë marrë ende zatet për shkak të problematikave me postën. Problematika kryesisht ka pasur në Greqi, ku edhe partitë politike shpeshherë kanë ngritur shqetësimin e tyre në lidhur me vota që vijnë nga Greqia dhe probleme që janë shfaqur me postën BHL. Partia Demokratike ka kërkuar që këto vota të cilat vijnë nga Greqia të numërohen në mënyrë të veçantë, të mos përzihen me votat e tjera të shqiptarëve, pasi duhet thënë se edhe procesi i numërimit të votave të diasporës është një proces më vete. Të gjitha votat e diasporës, të cilat mbërrin deri në orën 19 të ditës së diel,
do të pranohen dhe do të lexohen nga ana e komisionit, ndërsa votat të cilat mbërrin pas orës 19 të datës 11 nuk do të pranohen, do të quhen të pavlefshme dhe nuk do bëhen pjesë e këtij procesi. Janë regjistruar në zgjedhjet e 11 majit rreth 250.000 shtetas shqiptar jashtë Shqipërisë. Deri në këto momente kanë bërritur 174.000 zarte në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ku bëhet edhe administrimi i këtyre votave, ndërkohë pjesa tjetër e zarteve pritet të mbërritet. Janë shpërndarë gjithsej, pra janë marrë nga ana e votuesve jashtë Shqipërisë 227.000 zarte dhe rreth 18.000 zarte të tjera nuk janë shpërndarë ose nuk janë marrë nga ana e qytetarëve të cilët jetojnë jashtë Shqipërisë. Këto votat të cilat kanë ardhur nga vende të ndryshme ku janë shpërndarë do të ndahen në kuti të veçanta sipas qarqeve përkatëse, e më pas do të lexohen së bashku me votat që do të numërohen këtu në Shqipëri për qarqet përkatëse. Për momentin, vota e emigrantëve ndodhet në një zarf, më lejoni ta shpjegoj edhe këtë, dhe më pas në momentin kur do të bëhet edhe hapja e kutive të votimit në Shqipëri, do të hiqet vota e emigrantit, e cila ka edhe identitetin, le të themi kështu, të emigrantit, do të hiqet nga zarfi B, do të kalojë në një zarf A, i cili është një zarf pa asnjë kredencial dhe vota është e fshehtë. Këtu do bëhet edhe numërimi. Pritet që ky numërim të ketë edhe impakt sa i takon numrave dhe shifrave për deputetët në Kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit shumë për informacionet që sjelle, sigurisht që presim të shohim mbarvajtjen e procesit zgjedhor me 11 maj dhe gjithashtu edhe rezultatet. Punë të mbar juve. Zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri kanë komentuar analistët shqiptar në kuadër të një edicioni special që do të transmetohet sonte në RTK në orën 20:20. Lorenz Vangeli e Aleksandër Qipa kanë thënë se këto vetë partitë politike në këto zgjedhje nuk është se kanë ndonjë program. Ndjekim pjesë të shkëputura nga ky emision. Presim që ta kemi në transmetim kronikën e paralajmëruar. Atëherë do të vazhdojmë tutje me informacione të tjera të ditës, do t'ju sjellim informacionet kryesore nga sporti. Kombëtarja e Kosovës në handball ka pësuar humbje nga Ishujt Faroe në eliminatorët për Evropian dhe tashmë gjasat për kualifikim janë zbehur. Për më shumë, kronika në vazhdim sjell detaje. 7 metra goli i tij 11. Kombëtarja e Kosovës në handball ka pësuar humbje në Prishtinë ndaj Ishujve Faroe me rezultatin 23-25 në kuadër të fazës kualifikuese për kampionatin evropian Euro 2026. Ndeshja e zhvilluar mbrëmjen e së enjtës ishte jetike për gjasat e Kosovës për kualifikim, por humbja i ka ulur dukshëm mundësitë për të vazhduar garën drejt evropianit. Kosova ka nisur ndeshjen më mirë, duke mbyllur pjesën e parë me përsi 13-12. Megjithatë në pjesën e dytë, Kosova ka pësuar rënje, duke shënuar vetëm 10 gola kundrejt 13 të skuadrës mysafire. Ishujt Faroe përfituan nga gabimet e Kosovës dhe përmbysën rezultatin, duke fituar ndeshjen me 2 gola përsi. Te ekipi Kosovës, lojtari më efikas ishte Drenit Tahirukaj me 8 gola, kurse Egzon Gjuka realizoi 5 gola e Luj Quni pati 4 realizime. Fantastik është Luj Quni, por edhe Gjuka ishte jashtëzakonshëm. Kjo humbje ka pasoja të mëdha në renditjen e grupit të 6. Aktualisht, Kosova pozicionohet në vendin e 4 me vetëm 3 pikë pas 5 ndeshjesh, ndërkohë që Ishujt Faroe e kryesojnë grupin me 7 pikë, të ndjekur nga Holanda me 6 dhe Ukraina me 4. Kosova do të pësoj disfatin e radhës, do tjetë e treta në këtë kampanjë. 23-25, me gjithë lojën fantastike, me gjithë momentet ku pjesën më të madhe kemi avancuar, madje kemi komanduar lojën, në fund pësojmë disfat, një disfat e hidhur që i zben në maksimum gjasat për kvalifikim në kampionatin evropian, pasi që tashmë Ishujt Faroe shkojnë në 7 pikë, 6 i ka Holanda, 4 Ukraina. Me informacionet nga sporti e përmbyllim magazinën Info Plus për sot. RTK po ashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si dhe në webfaqen rtk live.com. Vazhdoni të qëndroni edhe me programet në televizionin publik të Kosovës.